doktoresh Beare, po ndodhen të një pas njëshme me tematika të ndryshme, por të gjitha e ka një mision, dhe me thonë këta, përmirësimin e cilësisë. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Po është një mision i shejt, që pse unë thash edhe më herët që përveç mjeteve inovative, të cilat gjithmonë sjellin një ndryshim kur dërgohen në për çdo qendër të mjekësisë familjare dhe kudo në sisteme shëndetësore, është edhe kjo rëndësia tjetër e edukimit të personelit pastaj. Momentalisht në cilën fazë të trajnimeve jeni? Tash jemi në fazën e trajnimeve për punëtorët social, një cikël do të thotë i punëtorëve shëndetësor ka përfunduar dhe do të vazhdoj me ciklin tjetër prej muajit shtator. Tash jemi në ciklin e edukimit të vazhdueshëm profesional për profesionistët e shërbimeve sociale dhe trajnimet janë të shkuar në mënyrë shumë të rregullt dhe të mirëfillt. Përveç që profesionistët përgatiten në përdhënien e shërbimeve sa më cilësore dhe më produktive për një performancë sa më të